Efektivi I policisë së shtetit Enea Mekolli, I cili u vraj gjatë një operacioni në zonën Maliqit, është shpallur dëshmoria dheut me vendim të autoriteteve shtetërore. Kryeministri Edi Rama I cilsoi humbjen e tij një sakrificë në krye të detyrës, duke shprehur ngushëllime për familjen dhe duke theksuar se policia e shtetit do të vazhdojë misionin e saj në luftën kundër krimit. Ai kërkoi gjithashtu ndëshkim maksimal për autorët e dyshuar të ngjarjes, nderim për jetë dëshmorit të dheut, ngushëllime familjes dhe shërim të shpejtë efektivi tjetër, ndëshkim maksimal për të shumë kërkuarin dhe respekt maksimal për policinë e shtetit, që nuk do të ndalet asnjëherë në misionin e saj. Rama, reagim për ngjarjen ka ardhur edhe nga presidenti I Republikës Bajram Bega, I cili shprehu dhimbjen për humbjen e jetës së efektivit dhe uroi shërim të shpejtë për kolegun e tij të plagosur. Bashkohem thellësisht me dhimbjen për humbjen tragjike të jetës në krye të detyrës së policit Enea Mekolli dhe plagosjen e rëndë të kolegut të tij Edison Adri. I shpreh familjes ngushëllime dhe solidaritetin më të lartë në emër të shtetit shqiptar në këtë ditë mjaft të rëndë për ta. I uroi shërim të plotë dhe sa më të shpejt punonjësit policisë së shtetit I cili mbeti I plagosur. Në nder të efektivit të rënd, Kuvendi I Shqipërisë mbajti një minutë heshtje me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste.